Të enjten, mediat shërbëtore të Kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, u mbushën me një lajm, një fake news madhështor nga këta që prodhohen gjithmonë sapo afrohen gjyqe të rëndësishme apo çështje që lidhen me gjykatën kushtetuese, apelin, gjykatën e lartë, gjithmonë kur lidhen me hallet e të vetquajturit zdroms. Fillon një sulm mediatik dhe ky është i vazhdueshëm, i pandalur. E kemi parë në gati një vit. Por le të fokusohemi tek veprimet më të fundit. Prodhohet një lajm, merren procesverbalet e seancës gjyqësore me dyert të mbyllura në lidhje me masën e sigurisë në GKKO për Erion Veliajin, e zhvilluar ditën e diel, dhe prodhohet një fake news, kryesisht në tituj, më pak në tekst, dhe pastaj përdoren edhe individ të caktuar për ta përsëritur e ripërsëritur pandalium. Në mënyrë abuzive, thuhet se prokurorët Ols Dalo dhe Altin Dumani kanë thënë në GKKO se Erion Veliaj duhet të qëndrojë në burg për shkak se ka marrë avokat amerikan. Një mashtrim i madh. Këtë gënjeshtër e zbulon teksti i zbardhur i publikuar nga vetë këto media. E merr më pas dhe Merobaze i fut një editorial, nxjerrin dhe famozin Ylli Manjani i fut dhe ai një status, e bëjnë dhe atë lajm dhe mbushin mediat e tyre, mediat e paguara me para skandalesh, me para të inceneratorëve, me para të aferave, me para të Arbër Veliajt, vëllait e Erion Veliajt që është në hetim nga SPAK, dhe thon gënjeshtra dhe vetëm gënjeshtra. Dhe ndoshta pa dashje, nga nxitimi, nga dëshira për t'i shërbyer kryetarit të Bashkisë së Tiranës, bëjnë edhe autogol. Mjafton të lexosh tekstin. Ja çfarë kanë thënë prokurorët Ols Dado dhe Altin Dumani. Jemi vënë në dieni pasi element të ri në lidhje me nenin 228 të kodit të procedurës penale, të nenit 163 në lidhje me kushtet e përcaktimit të masës së sigurimit personal, jemi vënë në dieni për një fushat lobimi të shtetasit Erion Veliaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një fond financimi rreth $221.000. Nga burimet të hapura është një shkrim, ka shumë shkrime, por do doja që këtë gjykata ta shqyrtonte si provë. Në gjykimin ton, kjo fushat lobimi, e cila ka shkuar deri në nivelet më të larta politike administrative të Shteteve të Bashkuara, nuk përbën një mbrojtje juridike për veprimtari të funksionit politik. Synon delegjitimimin e organeve që po gjykojnë aktualisht çështjen dhe tregon vullnetin e të pandehurit për të shmangur procesin penal. Pra, mbrojtja nga procesi penal dhe jo mbrojtja në procesin penal. Duket se është synimi kryesor i të pandehurit Erion Veliaj gjatë këtyre muajve të hetimit paraprak, por edhe të gjykimit në seancë paraprake. Për ne, është një element shumë i rëndësishëm që tregon që klima e krijuar në raport me prokurorinë e posaçme, por edhe me gjyqtarin në hetim paraprak, të mos harojmë këtu që nga burimet të hapura gjithashtu, këta aktor të sistemit të drejtësisë, pra edhe prokuror të prokurorisë së posaçme, por edhe gjyqtar, janë cilësuar si antar aktiv të një partie që i përket opozitës në Shqipëri. Janë cilësuar të lidhur, ose të paktën vetëm prokurori me interesa të ngushta zhvillimore ndërtuese. Kjo është një situatë që krijon një klimë ndikimi jo vetëm tek organet e drejtësisë, dhe aq më tepër mund të imagjinojmë efektin që krijon tek dëshmitarët, por edhe tek dëshmitarët e drejtësisë, që janë pjesë jetike, thelbësore e këtij procesi. Pra, prokurorët kanë thënë që zotëria ka paguar kaq para për të lobuar, dhe me këtë lobim ka krijuar këtë lloj klime ndaj drejtësisë. Ku është gabimi i prokurorëve? Ku e thon prokurorët pse ka marrë avokat amerikan apo s'duhet të marrë avokat amerikan? Prokurorët thonë të vërtetën. Ky zotëria ka lobuar me $220.000 dhe ka krijuar këtë lloj klime, por edhe ka gënyer. E vërteta është që prokuroria nuk ka kërkuar zgjatje afati para burgimi, sepse e ka mbyllur hetimin në kohë. Kështu që nuk ka vend fare argumenti fals që është zgjatur para burgimi, se ai ka marrë avokat amerikan. Nuk është thënë kurrë nga prokurorët. Erion Veliaj ka kërkuar zbutjen e masës dhe prokurorët kanë argumentuar se klima intimiduese vazhdon. Është e drejtë e prokurorisë të paraqesë argumente, siç është e drejta e gjykatës t'i pranojë ato apo jo. E kanë ndërtuar narrativën sikur SPAK ka kërkuar zgjatje para burgimi, se ai ka marrë avokat amerikane. Kjo është tërësisht false. Çfarë kërkon Erion Veliaj që mos flasin prokurorët në seancën gjyqësore? Të flas vetëm Erioni? Mos nxjerrin faktet dhe argumentet e tyre? Të flas vetëm Erioni? Çfarë kërkojnë? Pse nuk dalin në këto media që akuzojnë prokurorët? Çfarë ka thënë Erion Veliaj në seanca të ndryshme? Apo avokatët kujdesen që të priten dhe të dalin vetëm pjesët që u interesojnë? Pse nuk shkojnë të zhvillojnë seancat gjyqësore ndaj Erion Veliajt, por përdorin 1001 marifete? Shkojnë deri në SBA, lobojnë me gënjeshtra. Me gjoja prokurorët kanë kërkuar shtesë lejesh, që Veliaj nuk i ka publikuar kurrë. Ku është fjalia që prokurorët pas kanë thënë se Naqenka e gabuar apo duhet të qëndrojë në burg Erion Veliaj, se pas ka marrë avokat amerikan? Përkundrazi, po të lexosh tekstin, thon, ka lobuar, të loboj, të vazhdoj punët e tij, por kjo ka krijuar këtë klimë. Po të shohim në këtë tekst, siç na e kanë dhuruar mediat që mashtrojnë, në asnjë rresht nuk kanë thënë që marrja e avokatëve amerikane është për shkak që ai të rri në burg.
Të na i gjejnë këtë frazë, Carlo Bolino, Mero Baze dhe të gjitha mediat që kanë publikuar proces verbalet me porosi të avokatëve apo lobistëve, apo vëllait apo kujtdo nuk ka rëndësi. Në asnjë moment nuk thuhet që marrja e avokatëve të huaj është bërë shkak të ri në burg, por prokurori ka folur mbi klimën e krijuar në raport me dëshmitarët. Dezinformimi tashmë apo lojrat me skenar kanë shkuar në nivele më të larta intimidimi. Është e njëjta situatë ku të njëjtat media muaj më parë abuzuan dhe mashtruan me fjalën ndyrësirë. Thuhej se ka një audio ku përdorej fjala ndyrësirë dhe kur dëgjoje audion nuk kishte asnjë fjalë të tillë. Dhe në këtë rast, thonë se prokurorët kanë thënë se ka marrë avokat amerikane dhe duhet të ri në burg. Lexon tekstin e zbardhur dhe janë gafil në tekstet që ata shkruajnë vetë. Ndaj dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet dhe të ndahet gënjeshtra nga e vërteta. Edhe në rastin kur i kanë nxjerrë vetë proces verbalet, kur krijojnë tituj abuziv, mashtrime, bëjnë shënime editoriale thjesht dhe vetëm që të gënjejnë njerëzit apo të krijojnë opinione të gabuara, dalin të zbuluar. Mjafton të lexosh tekstin e proces verbalit që ata kanë publikuar vetë për të kuptuar se sërish kanë mashtruar. Në finale qëllimi për këto manipulime që bëhen me proces verbale janë thjesht për të shkuar te të tjera raporte lobuese, por as Senati, as Departamenti i Drejtësisë në SBA nuk funksionon me raporte false që dërgojnë studio ligjore lobiste të Erion Veliajt.